Automjete të shumta me emigrantë shqiptar nga shtetet të ndryshme të Europës kanë bërritur këtë të shtunë në Shqipëri, aty ku do t'i bashkohen edhe protestës së 21 kundër qeverisë që mbahet në Tiranë. Emigrantët shqiptar thonë se kanë udhëtuar me kilometra të tërë për të mbështetur protestat në kryeqytetin e Shqipërisë. Ata kërkojnë qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme. Ne kemi lançuar këtë protestë nga Britania, aty ku është tempulli i demokracisë, ku ka një traditë shekullore. Kjo është java 3 sot që protestojmë në Londër para ambasadës shqiptare dhe vim me një qëllim me organizu diasporën dhe për të larguar nga pushteti parinë e cila e ka marrë pengat dhe unë. Ka 36 vite që na qeverisin në mënyrë jo të drejtë. I kanë larguar, e kanë shpopulluar Shqipërinë. Kemi ardhur me bashku zonin me qendrështar, me i largu nga pushteti ato që po largojnë shqiptarët, që ka 36 vite që largojnë e që vazhdojnë të largojnë shqiptarët. Neve jemi qenë gjithmonë prezent në çdo protestë. Ne kemi qenë ata të protestës janarit, dhjetorit në minus 10 gradë, 12 gradë, gjithmonë që atë u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë dhe pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu, ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Se s'bashkohen me ne, po bëjmë me duga, huga. Gjithë duhet të këmë bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Jemi sot këtu për t'i dhënë mbështetje gjithë atyre trive që sot ndodh, që gjatë këtyre 20 viteve ndodhin në Tiranë dhe për t'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton.